ruajtjen e mëkatit që kjo mos bëhet kemi për çdo person burgosur, pra kështu është procedura normale, standarde që duhet bëhet për çdo person që është i paraburgosur ose i burgosur apo jo. Pra jo vetëm për ndocin, pra është një procedurë standarde. Për ta kuptuar. Standarde është për gjitha këto janë rregullat e standardit. Jo shikoni, një person i tillë në momentin që do arrestohet, nëse do të arrestohet, kur të bëhet, nëse ka ikur jashtë do të bëhet ekstradimi, shikoni ato zbritet nga avioni. Me pranga, me 2 punëtorë policie, poshtë makina të blinduara, gjithë forca me maska, me armë të rënda e tjerë, dhe të gjitha këto tregojnë ndonjëherë pse pikërisht kur ai vjen nga jashtë bëhet ky spektakël, dhe kur ky person është dhe po shkon për të kuruar, ku mundësia e dobësisë së strukturës është hallë e dobët që ai mund të ketë mundësi të largohet, ose nëse do kishim një atentat ose do kishim një grup të armatosur i cili mund ta shqironte atë. Pra mund të kishim goditje me armë që nga momenti që vjen automjeti, jo më të presësh të ikën sipër, zbresin poshtë, bëj brap, mos ketë askënd. Kjo është një gjë, nuk them amatore, po ndoshta dyshoj dhe këtu do të ketë hetim për të parë nëse mund të jetë e organizuar ose e stimuluar për ta krijuar këtë mundësi. Duke filluar që nga mjeku që ka dhënë diagnozën, ka qenë apo jo me ato probleme që duhet hetohet, nëse struktura ka neglizhuar me dashje për të krijuar lirimin e tij, nëse ka pasur presione nga jashtë burgut që ai ta lirojnë, ta lejnë këtë mundësi për ta liruar, ai mund të ikë që në momentin e parë ai vrap mund ndodhte që në fillim. Po, pse do shkonte deri sa mos zbriste nga ambulanca. Pastaj kush e njoftoi automjetin që ishte në pritje? Pra si kombinoi vendi ku ai priste, që ai kishte dieni, koha në cilën ato kanë ardhur, koha kur ai duhet zbriste dhe automjeti i ndezur që ishte në pritje. Dhe ku do të shkonte, pra edhe evakuimi, ku të ta çonin, kush është strehimi i parë. Zoti Sonda, pra ka një plan ndezim. Pikërisht, pra kjo nxjerr zbuluar një nga problemet më të mëdha në burgjet shqiptare që për fatin e keq është kthyer normalitetin, që nuk quhet normalitet tashmë, fakti i pasjes së telefonave në qeli, sepse nëse ndoci nuk do kishte telefon, nuk do mund ta organizonte gjithë, pra nuk kishte asnjë mundësi ta organizonte. Fakti që ka pasur telefon, që për fatin e keq thash është kthyer normalitet dhe nuk i bën përshtypje askujt nga institucionet, edhe pse kryen her pas here kontrolle, tregon që në burgje ka telefona në numër të madh dhe arrin që me përmes telefonit planifikojë edhe arratisja. Shiko, si mund ta çosh me një ambulancë, një person të një shkallë të tillë, ta çosh atë për të bërë kurimin apo jo? Ai person mund të shkojë në ambulancë kur është me barrel, që kërkon një mjet të specializuar, prapë i shoqëruar nga një automjet policie, dhe pastaj të kryeni veprime të tjera. Prangat kush i hoqi? Prangat hiqen me autorizim. Prangat hiqen me një miratim. Nuk mund të jetë ndorë punojtësit të sigurisë ti heqi apo të mos i heqi prangat. Dhe e dyta, është marrë leje, autorizim nga struktura e posaçme, ne kemi parë në rastin e politikanëve, rasti Velie ose raste tjera, që merr një autorizim për të vajtur qoftë në një proces gjyqësor, ose për të vajtur siç ishte rasti në Këshillin Bashkiak, të jep, apo jo autorizim dalësh nga qelia dhe të shkosh qoftë në një ambient që mund të kesh masa të shtesë të sigurisë. Po këtu nga e ka marrë këtë autorizim, është njoftuar struktura, po policia e shtetit është njoftuar, pra të gjitha këto vjen dyshim për një plan të mirë organizuar dhe ndoshta të ndihmuar, që duhet të tohet gjithmonë, duhet të tohet, nëse mund të jetë të dy dyshuar që mund të jetë ndihmuar dhe nga personat të administratës, cilët mund të jenë. A ka pasur telefonat brenda ambulancës apo jo? Kush janë numrat e telefonit dhe cilët kanë qenë, zbardhën gjitha bisedat e mundshme. Dhe telefoni në qeli, patjetër që nuk është e lejuar, do të flasësh nga një telefon i përcaktuar edhe i mbajtur në mbikëqyrje. Pra aq kohë sa ti nuk e ke shkallën e lirisë dhe je person hetim, çdo lloj komunikimi do të përgjohet, do të kontrollohet me autorizim, patjetër edhe gjykatës që telefonet për persone dyshuar, që mund të kenë aktivitete dhe shkallë rrezikshmërie, që mund të kenë komunikime me grupe të strukturuara, të cilët sjellin pastaj një dëm tjetër është i rëndë shumë fakti që personi del sot dhe ka liri, është një lloj presioni ndaj atyre që janë dëshmitar. Nëse ka dëshmitar, mendoni institucioni i dëshmisë se sa i rrezikuar është tashmë një person që është i lirë. Si do të ndjenë në presion të gjitha ata persone që mund të kenë dhënë dëshmi ose mund të jenë dëshmitar për strukturën e posaçme dhe mund të jenë të tillë. Pra të gjitha këto janë elementë që e kanë shkatruar dhe e kanë krijuar një imazh të keq që në një burgje edhe mund të ikësh, në burgje edhe mund të vrasësh, rasti i Peqinit, në burgje mund të shkosh tek spitali si një hallë dobët, pra të gjejmë një marifet që duke vajtur ke spitali mund edhe të arratisësh. Pra ai nuk bëri një arratisje spektakolare, që u përdor helikopteri, që u hap një tunel nga ato që dëgjojmë që flasin për filma, kur ndoshta përsia e planit ka qenë aq e sofistikuar sa mbrojtja ka qenë shumë më pasive dhe jo ndoshta në nivelin e duhur që të krijojë pamundësinë e largimit të personit.
Kurse këtu është një lënie me dashje, pra që nga momenti i zbritjes dhe largimit, shikoni, është një person që nuk është i smur, ka fuqi fizike dhe ai mund të ishte i rrezikshëm dhe për vetë ata punonjës që e kanë shoqëruar. Po pra aq kohës ata shkojnë si shok dhe zbresin, ai duket si komandant i grupit. Pra moment që del, personat nga brava, ky shkon para. Ja është tamam. Pra komandanti i grupit i ka marrë drejtimin. Fjala e dur kjo që thatë, duket si komandanti i grupit shoqërimit, po. Po ai ka marrë ato, hajdeni me mua, më prisni këtu sa të marrë punë, po dal prap. Se kështu duket sigur jepet. Është e rëndë kjo. Të mendosh që po flasim për sigurinë e burgjeve. Siguria e burgjeve është një siguri. Pra, burgjet kanë problematika. Dhe këto problematika nuk po zgjidhen. Pastaj pse bëhen pikërisht të ndryshime tani dhe nuk janë bërë më parë? Sigurisht janë për të përgëzuar, po klasifikimi duhet bërë.